Jemi në muajin e dytë të pranverës, por duket se dimri e ka të vështirë të largohet. Në zonat malore, mbi 800 metër mbi nivelin e detit, janë rikthyer këtë fundjavë rreshjet e Dëborës. Firmat e kontraktuara kanë vijuar punën për pastrimin e aksit qafthor e thellë duke e bërë të qarkullueshëm. Megjithatë, specialistët e qarkullimit rrugor apelojnë drejt shoferëve që të ecin me kujdes duke respektuar sinjalistikën rrugore. Rreshti intensive Dëbore ka patur edhe në rrethin e Pukës, duke bërë që trashësia të shkojë deri në 10 cm. Një turiste çeke ka humbur kontaktin nga Valbona, por më pas është kontaktuar me kryeplakun e fshatit Theth bashkë me disa banorë të zonës. Nga strukturat e komisariatit të policisë në Pukë, jemi informuar se në segmentin rrugor Pukë-Fusharës Qafmali kanë filluar rreshtet e Dëborës. Patrulla e policisë rrugore është në terren, është njoftuar dhe kontraktori i mirëmbajtjes së rrugës atje me qëllim që bërpastruese të operojnë për pastrimin e aksit rrugor. Në Fusharës momentalisht trashësia e Dëborës i ka kaluar 10 cm në lartësitë mbi 700 metër mbi nivelin e detit. Rrugët janë të hapura dhe nuk paraqesin probleme momentalisht.